Kandidatja për deputete e Partisë Demokratike Senada Mehmeti zhvilloi një takim me qytetarë dhe përfaqësues bizneseve të vogla në zonën e Rusit, ku dëgjojnë nga afër shqetësimet e tyre mbi situatën ekonomike dhe presionin fiskal me të cilin përballen çdo ditë. Në fjalën e saj, Mehmeti theksoi se biznesi i vogël është në prag të mbylljes si mbytur nga taksat e larta, kontrollet e shpeshta dhe një klimë e përhapur korrupsioni. Ajo cilësoi të papranueshme mënyrën se si trajtohen tregtarët dhe bizneset e vogla, prandaj shtoi se kjo gjë duhet marrë fund në 11 maj. Kandidatja Mehmeti premtoi se me ardhjen në pushtet Partisë Demokratike do të ndërmerren reforma të thella për të lehtësuar barrën fiskale dhe krijuar një ambient të drejtë të ndershëm për sipërmarrësit. Programi i Partisë Demokratike parashikon që në 100 ditët e para të ketë një amnisti fiskale për biznesin e vogël, amnisti për të gjitha xobat, përfshirë edhe qytetarët e pensionistët, ndërsa do të rritet tavani pa taksa nga 140.000 në 180.000 euro. Në këto takime, kandidatja Mehmeti shoqërohej nga drejtuesi politik Luciano Boqi dhe deputetja Greta Bardeli, ku morën mbështetje nga qytetarët për zgjedhjet e 11 majit.